Burrat mundin me ushtru edhe në fitness pa probleme në një farë forme. Se nuk nihen të gjykum, nuk nihen që jom vesh ma ngusht se sa që duhet, nuk nihen që nëse njerëzit na qëto që ka me bo, gratë nuk e kanë të njëjtën qasje, gratë ndihen ma të ngushtume kur shkojnë me një vend ku ka gjinit të ndryshme. Besoj që ndahen pëlqimin edhe në kategorinë e a bën diçka për tjerët apo bën diçka për veten realisht. Momentin që bën diçka për veten, e ki më të rëndësishme me shiju që ata që jetu e bo për momentin, se sa tjerët me pase që ka jetu bo. Na të gjoj mundohemi që mi majtë njerëz me shiju momentin edhe me bo për veten realisht diçka, po nëse ndajmë do një story ose nëse ndajmë do një video, foto të punës që jena të e bojmë për qëllimin e vetëm që me motivu dikon tjetër, i cili është në shpejt tu e mendu a me ardh, a mos me ardh, edhe pjesëtarët zakonisht janë shumë të gatshme për me bo sande tilla se e kthejnë vetën vetë ku jënë konë para disa mujve. Unë faktë shumë aktive në rrjetet sociale dhe pëstën gjana është shumë kreative, video shumë të mira, mandej është shumë shpesh që pjesë e këtyne videove kreative për cilat për flasë pa dyshim janë edhe disa prej klientave që janë aty që hiç nuk pritojnë me ndo eksperiencat e tyne me punën cilën e bëni. Po fatmirësisht janë shumë bashkëpunu se po thëmë kanë qef edhe ato me nda bashkë që të misionin që e kena për me mujtë mi dhonë njerëzve mundësi me ardhë me një vend ku për një me ushtrojnë, knaqen edhe kalojnë kohë të mirë bashkë. Kur po thua ato, ka dhe burra që ushtrojnë apo vetëm gra? Ka dhe burra që ushtrojnë, po unë punën e kom fokusuar te gratë ma shumë, se gratë janë ato që kanë ngarkesën më të madhe edhe të punës, edhe të shtëpisë, të mirëmbajtjes, edhe të balancimit të jetës tyne, sidomos mas periudhës që kanë fëmijë, edhe mundohemi me kriju hapësirë ma shumë për to. Normalisht që ka edhe burra dhe sidomos në aktivitetet që janë si pilates, yoga, edhe aktivitetet që mbahen mrena dhe jashtë të gjojt me evente, patjetër, po që fokusin kryesore kena të kjo anë ma ndishme e shoqënisë, e cila ka nevoj për shtys edhe ka nevoj për vend të sigur, se burrat mundin me ushtru edhe në fitness pa probleme një farë forme, se nuk nihen të gjykum, nuk nihen që jom vesh ma ngusht se sa që duhet, nuk nihen që nëse njerëzit na qëto që ka me bo, gratë nuk e kanë të njëjtën qasje, gratë ndihen ma të ngushtume kur shkojnë me një vend ku ka gjinit të ndryshme edhe ku pajisjet nuk janë gjithmonë të pastërta, ku duhesh me prit pak në rendi, sa e bën një sand, e keni kohën e kit limitume, kështu që na mundohemi mi dhonë shumë hapësirë qëtyne personave, gjithmonë të kriju hapësirë normale dhe për burrat pa i përjashtu, po fokusin e kena ma shumë të zamra e shoqënisë. Tash, ndoshta si gjenerat e re, po mdo ku na jemi qaq aktiv në rrjetet sociale, po mundohemi me përcjell trendet që janë në Kosovë, po jemi shumë afër botës dhe po mundemi me ditë çka po ndodh në Amerikë, çka është trend në Amerikë dhe gjithçka tjetër sa i përket botës në cilin do shtet. Duke qenë si gjenerat e re, po mdokët që dim çka është mirë për veten tonë dhe kemi nisë po mdokët me kuptu se çka rëndësinë ndoshta e shëndetit mendor dhe çka duhet me bëu realisht për me pas këto. Po tash ndoshta për gjeneratën po thëmë e vjetër, po ndoshta gjenerata cilat janë pak ma të kalume dhe tash kur je prende dhe ki përgjithësia dhe gjithçka tjetër, po mdokët që shpesh mbyllesh edhe veç tu nuk e di a jam unë e personi që dona me shku edhe nuk e di realisht a kom ko me mri për me shku në gjana tilla dhe aktivitetet tilla. Sa ndoshta realisht po hezitojnë me ardhë vetëm për faktin që nuk besojnë në këtë hapësirën cilën ndoshta i ofrohet gjatë ditës. Varësisht prej prioriteteve që e kanë, dhe si shoqëni jemi të tillë që mundohemi me shfaq sakrificën si vlerën më të madhe, sakrificën për tjerët, tu e shbo komplet sakrificën për veten, edhe na dhimbët ka njëherë një orë në ditë me nda për veten tonë, për shkak që dojmë me kon prezent në krejt momentet për rrath që na rrethojnë.